Ti e përmende Kalimthi edhe ish kryer, ti përmende edhe luftëtarët edhe kështu, dhe para disa ditëve ke pas edhe një postim në rrjetin social Facebook që i ke etiketuar ashtu disa fjalë të cilat po i shohin ish kryer të kështu me radhë. Çka kime thonë për këtë Alabi? Unë nuk jam përmend deputet, por nëse jam nesër do ta ngrisi çështje shqetësuese, sepse së vazhdon kjo çështje me po e zojmë juve ose mua nëse unë nëse jam PDK, nëse jam bas një dam shtetit, as qytetarëve, për kondrazi, jo dini ka me qindra raste që këmë shëru prej leukemis, me popullatët diaspora, bile pa ndimin e shtetit. Edhe nesë më thonë mu tradhtar, ose më ose më shoh familjen. Unë zdje ke vret, unë javë ktheje, edhe par dje e shojta dikën, kështu e bojt me shnet, po çka më bo. Edhe unë di me shoh. Kulturë kam së dusha, më prek nuk du. Edhe ta është bon aty do mesazhe robotike ose edhe me fake account që ekzistojnë. Nuk është ndeshme shembull mi thonë Rifat Jashari, tërë pse kish ku të ramushin darshëm, valla. Pastaj nuk shkruhet pse qyshe ke boti ke darshëm. Pse se keni vetë Ramush Haradinët, qyshe ke bo luftën, qyshe ke guxu Serbisë mi dal me 200.000 forca ushtarake kon Serbia, plus Rusinë ka pas krah. Që pyetje dosh me ja bë Rifat Jashari, qysh ke guxuti me dal me Adem Jashar me vllahën tënë plus tjerë. Serbisë në atë kohë, pse në Labinot sipas ka dalë ai komentuesi, ai matrapazet që ekziston atë. Unë nuk jam luftëtar. Po pas luftës i paguaj taksa shtetit tem, kam një sponsor, bile, më shumë se Vjosa Osmani, e Albin Kurti i paguaj atin shtetit. Edhe ligjin për vlerat e luftës, nëse bëhet, i shifni se sa unë deponoj para çdo muaj, derisa të ekziston fyti jam dhe familja jam. Për ligjin për vlerat e luftës për veteranët, çfarë do ligji bëhen për vlerat e luftës? Bile kam dash me cek, me shkunë ditë, ke shkrim që ka gabuar çdo qeveri që pas luftës o dash me bëni taks ekstra për veteranët e luftës, për familjet e tyre, një vëllai një tokë 20 trotuare, një shtëpi dhe me thonë zotni, deri ti jeton brezit, ti i lirun për taksat, je i lirë në tokën tonë se ti ke luftu për që tokë. Edhe si Labinot Tahiru kam qenë Düsseldorf, në atë 6 deri sa kry lufta. Dhe unë qona më prej qajnë që Labinoti, edhe me thonë tërpë Rifat Jasharit, ose Ramushit, e Hashimit, po qoftë edhe Albinit. Apo kuptan, se këta që shkruajnë sot, këta neza edhe Albinin kanë me shoh. Ju garantoj me jetë. Se këta janë pak nast me lirin që kena sot. Pse mendon që është kjo? Mendon që ndoshta ose si brez i ri ose si njerëz ku po marrëm të këtu rritë që më shpash në rrjetet sociale ndaj këtyre figurave. Këto mungesa e prindërve që nuk kanë kontakt me fëmijët e tyre se ka ju shkojnë. Djali jam Elton Tahi 24 vjet. Eduardi 19 i bën edhe zona 19. Nuk guxojnë ata me shkruaj për Rogovën ose për Ashimthos se din historinë çka ka qenë aty. Ndryshe që shkruajnë, ndryshe me përjetu. Mund me fol për gjyshin e vet, nonën tem, babën tem, motrën, që Serbia me dhun i ka largu prej këtu, kanë shku në Blac, tani kanë shku në Perëndim. Fëmijët e mi e kanë si dëshmi. Apo kupton, kjo unë mendoj që duhet të më rregullu me ligj, edhe jo vetëm veteranët ose ata që kanë dhënë kontribut. S'po tham që krejt i shohin veteran, po më nëndë me kja ky hajnja i hajnë. Po për hajna e në gjykatat. Bëllim mo me këtë fushat. Nuk mund me thonë kërkush që 20 vjetë për para su punu në Kosovë. Jo, vëlla, që su punu 20 vjetë për para. Qovë vetë vendosja u kriju që sa vjetë, po se kom pushtet, ka punu Ashimthaci. Tjera ta përmena ligjin për ushtri, e ka kry Ramush Haradinaj. Ka folë për pavarësi ndjeri që luën vendit për Rogovën. Edhe LDK që ka kontribuar në atë kohë, e kanë sjellë lirin pavarësinë. Ai shkoi pa e gëzu. Po ne kalon neve, na nuk vina me thonë, kush na ka prunë këtë pavarësi? Leleko? Këta që për i përmeni. Edhe pse e ka prua i mesmi atje, se ka bo në Facebook ose në Instagram, edhe ta mundëson ty me të shoh ty ose ti mua. Nuk ka e drejt, nuk ka etike, familje shqiptare, deri të sharja, tash është më trend kjo më shoh, së më dihet edhe live, po ine po shohin me zvete, po personat as institucional që punojnë, në komuna, qeveri, në parlament, është e pa drejt me shoh, me thonë tradhtoj pa një pa dy. E kam një koment që ka shkru një person, është i famshëm në Prishtinë, s'pja përmen emnin, ja kom kthy me të njëjtën monedhë, këtë gjë mirë, më ka kërku falje, e ka fshin mesazhin.
Pse ka gabu, se s'ban veç hajt hi të shkruj. Veç pse po muna, veç pse kanë një platformë dhe me vazhdo me punë. Tani për dasme e Luanit. Shqyrëzodit që e boni djali ti në liri, bra, Shqyrëzodit që e boni djali ti i ati herojt tonë e boni dasme në liri. E jo me ardhë me aprish dasme në Serbia, policia sërbe, që 2 polis me kallash na kanë hina për dasme, na kanë përzon kret. Kjo është hipokrizi. Pse se unë jam i filan partijes? Falë, kjo është shumë e dhemshme edhe nuk guxojnë ana me lon këtë dukuri që të ndodh, pse se nuk kam nevojë në Milan fëmijët mi mbela me komentu se për shkak çështjes politike me tan kjo rrete, tan kjo përçarje.